Shikues të nderuar, përshëndetje. Sot ju përshëndesim nga ambientet e kishës Zemra e Krishtit në Podgoricë, ku sot do të flasim për vlerën e punës, durimit dhe përkushtimit përmes dy proceseve shumë të rëndësishme në jetën e përditshme, gatimit dhe punës më dorë. Me ne është motra Bernardina Gjokaj, e cila prej vitesh merret me kuzhinën si pjesë e rëndësishme e jetës së saj, por edhe me punimin artizanal të qirinëve që ndodhen këtu pranë nesh, si një pasion që ruan traditën dhe simbolikën e saj. Motër, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën e televizionit Bojën dhe na keni mirëpritur këtu. Mirë, faleminderit edhe për joshtë. Gatimi është një pjesë e rëndësishme e jetës suaj. Kur keni filluar të merreni me kuzhinën dhe çfarë përfshin sot puna juaj e përditshme në kuzhinë? Unë kam filluar me kuzhinë prej viteve më të hershme, 15 vjeçare. Por nuk është pasion familjar, edhe është edhe familjar, por kur kam marrë për murgesh, mas shumë ti më ka hecë kuzhina. Dhe çfarë përfshin puna juaj e përditshme në kuzhinë? Përfshin përgatitjen e ushqimeve të shëndetshme. Cilat janë rregullat bazë që duhet t'i ditë çdo njeri që dëshiron të gatuajë sipas jush? Duhet me ditë si organizohet kuzhina, ushqimet, më kënë pastra, të shëndetshme, më varet edhe shka do të kesh në shtëpi. E sa rëndësishme është organizimi dhe disiplina në kuzhinë? Disiplina do të më kenë shumë me pastërti, me dorim, përgatitjen do të për çdo ditë edhe kja ka një doresë. Çfarë vlerash mëson gatimi? Durimi, kreativitet dhe doresë. A mendoni se gatimi mund të shihet si aftësi jetësore përveç se një profesion? Po. Atëherë, motër, ju keni organizuar edhe kurse gatimi. Mund të mësojmë pak më shumë si kanë qenë ato të organizuara dhe si janë pritur nga pjesëmarrësit? Kam vjedhur me vitin 2006, 2007 dhe 2008. Me 2006 kam pas disa studenta prej Nikëshiqit. Mas studentave Nikëshiqit më kanë fillu me ardhe edhe disa gazetarë kam pas, disa tjerë personel. Masan e kam pas edhe gratë e ambasadorve, cilat njëherë njaftë kanë ardhë me punu këtu, me mu, me badarkën, kurse trimat kanë lujtë. E kështu kanë pas që gjithë një me pas aktivitete këtu. Mas viti 2008, kam pas një grup të madhë prej Tuzit, 20 vjetë. Ka pas prapë kërkesa, por nuk kam mujtë me realizu. Dhe çfarë kanë përfituar pjesëmarrësit nga këto kurse për te i recetave? Kanë pas shumë sukses, janë kanë shumë të kënaqur. Gjithë shka kemi përgatitur, krejt kemi badreken përbashkët. Do të keni realizuar, po? Kemi realizuar, po. Edhe sa ka zgjatur për shembull një kurs? Një kurs ka zgjatur 3 muaj. Pse mendoni se është e rëndësishme që të rinjtë të mësojnë një zanat apo aftësi praktike që herët? Unë mendoj se kjo është një pasion, një dorim për kuzhinë, nëse s'ki dorim nuk mundesh as me. Por ndoshta duhet edhe ajo dashuria, apo jo, të ketë dashuria ndaj kuzhinës e ushqimeve. Ju keni botuar edhe libra me receta. Si lindi ideja për botimin e tyre dhe të mësojmë pak më shumë? Vitin 2002 kam shtypur librën e parë shqip në Kosovë. Mas një kohë kam marrë në Malëzi prap me punu. Vitin 2006 librën e Malazeze, në gjuhën malazeze. Mas vitit kanë fillu kurset e Shqip, prej Tuzit kanë pas një grup 20 vetë,
Librin shqip kam votuar vitin 2008, ku këtu kanë marrë pjesë edhe prej Tuzit, 20 veta. Këtu kam shtyp librin shqip. Me thane kam përkthy këtë librin prej gjuhës malazeze shqip. Por është kanë kja shqip, unë e kam adash me bat paren në gjuhën malazeze. Po, do të thotë librat I keni botuar në gjuhë malazeze dhe gjuhë shqipa, po? Po. Dhe sa receta janë të përmbledhura në këto libra dhe si keni përgjedhur se çfarë do botoni, apo gjithatë çfarë ju e keni ditur dhe keni dashur se dua përcjellni edhe tjerëve? Këto I kam përzgjedhë në mas shumëti në kurse, kam bë praksin për para vetë, edhe kur jenë kënë grupit kam pregadit qatë ushqima ditë për para një ditë, masën e bashkë me ta për me pa si ka me shku puna. Dhe ishi të kënaqur? Shumë. Mirë, po s'janë pritur këto libra tek lexuesit? Me shumë kërkime. Mirë, dhe çfarë këshillë do t'u jepni atyre që duan të merren me gatimin? Keni ndoshta ndonjë mesazh apo porosi për gjithë ata që adhurojnë gatimin? Punën, durimin dhe përkushtimin. Mirë, atëherë këtu pra nesh kemi edhe qirim të dekoruar, qirim të ndryshëm dhe njëkohësisht shumë të bukur. Dim që janë një pasion I juaj. Mund të mësojmë se kur keni filluar të merreni me punimin e tyre? Me qirim kam punuar para disa viteve, kur kam qenë edhe në Vjenë kam punuar dhe në Vjenë një vjetë në ambasadë të Vatikanit. Atje kam fillu ka pak me hup kohën mramjes, edhe e kam gjetë vetin I qetësi. Pas atyt jam këthy, edhe kam vazhdu ashtu me punu, edhe në Tuzë kam punu shumë vite, kam pas shumë kërkesa. Mirë, dhe do të thotë që 15 vite ju vazhdojni të mbani ende gjallë këtë pasion që keni, po çfarë përfason qiriu dhe pse ka një vend të rëndësishëm në traditën tonë? Përfason dritën, shpresën dhe lumturinë. Po si realizohet procesi I dekorimit të qirinve? Të mësojmë pak sa shkurtimisht do të thotë nga fillimi deri në fund. Sa e vështirë është? Është pak e vështirë, kur s'ka mujtë me realizu mi pas qirat të gatshëm, është dash me ble, masanena është dash mi përgaditu në vetë. Qirin të mëdhoj nuk ka mujtë kërkun mi gjetë, për mi marë, mi ble, ose kam fillu prej cevav të ujtë me punim, me ba qirat prej dyllit blecë. Interesante kjo. Ta I kam godit mas shumë ti për të vdekurit, për funerale. Po, dhe ndërsa tani çfarë materiale shpërdorni zakonisht për qirin dhe? Për qirin si I kam ba vetë me dorë, I kam disa materiale që shifin edhe këto, këta I kërkojnë në Gjermani, mas shumë të është një motër cila mi porosit edhe familjen, se kam në Gjermani. Sa kohë kërkon përgatitja një qiriu dhe çfarë kërkon më shumë gjatë këtij procesi? Një qiri kërkon një orë deri në 5 orë, kur e don me detale me dorë, me ba me punu krejt me gishta. Do me thanë çdo gjë duhet me gisht edhe me gjelpan me I prej. Edhe sigurisht në varësi edhe të madhësijet, apo jo? Po mbarë të madhësia, por mbarë edhe të dekorimi. Në cilat panajira apo aktivitete I keni ekspozuar qirin dhe cilat kanë qenë më të kërkuarat? Me të kërkuarat janë kënë për Krishtlindje, ardhja, për Pashk, për Shënkoll, për festat familjare dhe për funerale. Pagzimi, kurora dhe për ditëlindje. Mirë, gjithashtu I keni ekspozuar do të thotë në panajire që ka të bëjmë me Krishtlindje, apo jo, dhe për Pashk. Do të thotë në Tuzë apo dhe në vendet e tjera, gjithashtu në këtu në Podgorica? Mas shumë të në Tuzë. Atëherë në këtë momente ne do shohim edhe disa fotografi, do të thotë të komentojmë se cilat ushqime janë përgatitur këtu dhe me cilin rast.
Në rastin e motrave 50 vjetorin që kanë ardhur në Tuzë, kam përgatitur me disa gra, ushqime tradicionale shqiptare, edhe disa italiane, disa kineze. Kështu se është piteklini me petulla, i thojmë Kosovë, edhe piteklini kja me lugë. Gjitha e në kanë vetëm me bio me mazë shpije, jo me djathë. Si në Kosovë si i përgatisim. Cilat ushqime tjera i kemi këtu? Ka sushi, ka zgarë, ka pite, kanë godit gratë disa pite prej Tuzit. Orizin e kam përgatit me sepje. Ashtë në formë e zezë dhe me një formë. A e sa lloje ushqimesh ka patur këtu? Ka pas disa, tash s'po mujmi po tamam si vitit e janë përpara atër. Edhe mandarinat me salat, është një lloj si salat ruse, si e thoni këtu ju, por jo, aja edhe me shalgarep, me karota. Dhe sa kohë përgatitet për këtë drek? Piteklinti kam godit përpara. Këto gjana tjera krejta dit i kem ba. Si në mi kanë rreth 15 vet rreth ushqimeve. Mirë, kemi fotografi tjetër. Torten për motra që kanë ardhën, kam ba taun, shënfranit. Cile ishte shjeta? Kja është për shënfranit e tau. Këta e kam pas si pasion me godit një atë mirë. Shijet është kenë me çokoladë, me arra, me molla, i ka disa shije ka pas. Këto kam përgatit për oratori dimnor, këto në Podgoricë tash në këtë vit, rreth 300 krofne për fëmijë për menzë. Dhe për fund, çfarë mesazhi do të dëshironi të përcjellni për rëndësinë e punës, durimit dhe përkushtimit? Me pas durim dhe përkushtim për punën që e bëni. Mirë, atëherë, motër, më mbetet të ju falenderoj shumë për kohën dhe për ndarjen e kësaj që keni ndarë me ne, dhe besojmë se kjo bisedë ka sjellë edhe një mesazh të rëndësishëm për gjithë shikuesit kudo që po na ndjekin. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishim me motrën Bernardina Gjokaj. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju lëm në pamje të pasionit të saj si gatimit ashtu edhe qirindve. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim në emisione tjera.
pjatin e parë me brusketi. Vojullini, hudra. Brusketat I prejmë një krahe. Vojullini I shpis është. Nuk ka nevojë shumë. Ka, do me thonë, qep janë, pra në mramje kam marinu, ka qep, ka kumlat thata, kam e qitë gështenja, këto e në gështenjet I bleri, ka gjithkun, edhe kam e qitë badema në bajama, nuk qetë shumë, por kështu e ka procesin. Edhe pak lang mishit, se ku nzi mishin, pak lang mishit, mlojmë prap me folje.
Këtu kam ba për makarone, i kam. Tash këtu i fërgoj kafuni edhe i fosin e salcë. Pjata e dytë, kja shkoj me pjatën e dytë. Këtu kam pjetë një rollat mishit derit, bletë mresha, mushet me djatë dhe me përshut si mas dëshire, ta është mu mush. Ta e kom pjekë për para, ta është vetëm kam e lanë pak si prejtë ma letë, kër është i pak i vokt. Thank you.